Shikuesor News ju përshëndes, ju të ndiqni në Parashikimit e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa lindore dhe zona e Alpeve do të kenë mont të paqëndrueshëm me re shishiu dhe stuhi, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit do dominohet nga valet të nxehtë afrikan. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoart do të mbizotrojë moti i kthjellë dhe i nxehtë me vranësira të pakta në pasdite në zonat lindore, por pa reshe. Temperaturat do të luhaten nga 13 deri në 36 gradë Celsius, rafën me një shpejtësi 40 km/orë, ndërsa dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 2 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesërme. Pjesa e Europës veriore, pjesa lindore e saj dhe pjesërisht rajoni Balltikut do të përfshihen nga re shishiu dhe stuhi, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të vijojë me mot të kthjellët dhe temperatura shumë të larta. Tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoart, moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe i nxehtë me kalime të lehta vrazësirash pasdite, por pa reshe. Temperatura do të variojnë nga 14 deri në 37 gradë Celsius. Era frymë me një shpejtësi 30 km/orë, ndërsa dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 1 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoart për vendin dhe rajonin. Ky ishte Parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.